apo i përgatisim fëmijët nxënësit për profesionet që ekzistojnë apo për profesionet që hala nuk ekzistojnë? Fatkeqësisht në përgjithësi bota është i përgatit fëmijët për profesionet e djeshit, e jo të nesërmës, as të sotmës, se Jo për lemo profesionet të e nesërmës. gjyshit. Jo, fatkeqësisht. Do të thonë, edhe matutje nuk ka ndonjë lëvizje kështu të fuqishme, e arsimi është, mendoj, baza. Na edhe matutje arsimin jemi të e pa pak si fabrik e shekullit 19, e cila është ndërtu për revolucionin industrial, ku orët janë 25 minuta, klasët janë bazume në kështu mosh, 6 vjet, 7 vjet se cila klasë. Me sidomos ardhjen e inteligjencës artificiale generative, në generative AI, e kemi mundësi të jashtëzakonshme me personalizu mësimin tek fëmijët, për shkak se përmes AI-t mujmë me i kuptu shumë ma tepër fëmijët, mënyrën e tyre të mësumit, stilin e tyre të mësumit, edhe me punu me ta kështu one on one, do me thonë se cili fëmijë me pas një tutor personal. Gjithashtu arsimtarët përmes inteligjencës artificiale arrin me e kuptu, me marrë dhana shumë ma tepër, dhana cilat e kemi pas shumë vështirë deri tash, ndoshta me i grumbullu. Për atë arsye, neve na vyn si shoqëri me kuptu në momentin kur po jetojmë, edhe me bo lëvizje të fuqishme drejt shkollës së së ardhmes. Shkolla e së ardhmes është një model pak ma hibrid në mes të inteligjencës artificiale edhe asaj humane. Unë nuk mendoj që inteligjenca artificiale ka me zavendësu njeriun. Në asnjë mënyrë inteligjenca artificiale s'mundet me zavendësu mësuesin, sidomos në arsim fillor dhe deri diku në arsim të mesëm. Në arsim universitar e kam atë teorinë tem që është shumë ma i zavendësueshëm.